Driton Selmanaj, kandidat për kryetari i LDK-s në takimin e madh të kësaj partie, e ku ishin edhe kandidatët për kuvendar dhe Lumnir Abdiqiko dhe antar të kryesisë. Me këtë rast, para elektoratit të LDK-s në mjediset e restaurantit në Afron në Prizren, Driton Selmanaj tha se mbrëmjera zemra u bashkuan në tubimin qendror në Prizren dhe ky do të jetë një moment që do të mbetet të mendë gjatë. Një mbrëmje që do të mbahet mendë gjatë, mbrëmjera zemra u bashkuan në tubimin qendror të LDK-s në Prizren, duke e kthyer shpresën në realitet të prekshëm. 24 orë ujë të pishëm. Ky do të jetë udhërfysi jonë dhe puna jonë e përditshme deri në ditën e fundit kur ta kryejmë mandatin katërvjeçor, të mos ketë asnjë shtëpi pa ujë të pijes. Kemi identifikuar burime, kemi identifikuar adresa dhe jemi të gatshëm që këto t'i vëmë funksion dhe ne pas 4 vite tema e ujit të pijes të jetë e harruar. Unaza e madhe e qytetit është projekti më i madh, them infrastrukturor, që ndoshta edhe ka me ndodh, jo që ka ndodhur më herë, po më i madhi që ka me ndodh në vitet e ardhshme, është Unaza që e ka bukur një hapësirë të madhe të komunës tonë, nga Korisha, Lëndovic, nga Lëndovica Vlashnja, nga Vlashnja Leskovec, nga Leskoveci Pus, nga Pus ka poshtë, vazhdojmë për në hymje të Prizrenit të Glaxha Dardania. Një projekt gjigant, bi 210 milion euro, por do ta nisim. Nuk e themi që do ta bëjmë, po do ta nisim. Dhe kur të niset, ajo dhe do bëhet. Lagjët model, janë 2 lagje që ne po planifikojmë, ti marrim fillimisht si model, të fillojmë ti trajtojmë ato dhe më pas si tilla të zgjerohen. Çka ne kupton kjo? Lagja në Kalaz dhe lagja e Kurrillës të jenë unike për nga unikaliteti i vet arkitektonik dhe historik që kanë. Me rrugë të njëjta, dritare të njëjta, dyrë të njëjta, pullazë të njëjta, fasada të njëjta. Dhe jemi të bindur që këto 2 lagje më pas do të jenë qendra të rëndësishme të absorbimit të turistave të huaj dhe për të Kosovës. Kjo është një nga lagjet e Kurrillës, nga rrugët e Kurrillës që ne planifikojmë ta bëjmë. Nuk do të thotë që kështu 100% mund të jetë, por jemi të bindur që do t'i afrojmë shumë. Ftyra të buzëqeshura, njerëz plot vendosshmëri e besim, të gjithë së bashku për vizionin e një Prizreni më të drejtë, më të zhvilluar dhe më të fortë, tha Driton Selmanaj. Ky është një projekt që sa më shumë po kalon koha, të gjithë pothuajse po dashurohemi te, është ideja që hapësira ku është sot, ku janë gjykata, policia, burgu, zjarfiksa, të hiqen krejt nga aty, të dislokohen nga aty. Ai vend të rënohet tërësisht, sepse dhe ashtu janë planet që ato institucionet të zhvendosen, dhe ai shesh për të kujtuar vujtjet tona, tragjeditë tona, që ka ndodhur gjatë vitit 1999. Ta shndrojmë një shesh dhe atë shesh ta quajmë sheshi i kujtesës për vitet 1999. Në po atë hapësirë, nën shesh, do ta ndërtojmë, do ta dizajnojmë një parking nën toksor prej 3-4. Qendra e re sportive është në hapësira ku është qendra aktuale, qendra së Surroi, por do ta ndërtojmë qendrën e re sportive, përpos qendrës sportive të re, do ta bëjmë edhe pishinën olimpike, do ta bëjmë dhe kopshtin botanik dhe 4 fusha që do të jenë në dispozicion fusha të tenisit. Gjithë kjo ka shifrën 19 milion euro, por këto nuk do ta bëjmë me parat komunës. Shumë nga projektet të cilat unë po i prezantoj, do t'i bëjmë me partneritet publiko-privat si një mundësi e pa shfrytzuar me asnjëherë në qytetin tonë. Kurse me këtë rast Lumnir Abdiqiko, duke përshëndetur të pranishmit, i ka ftuar që të votohet Driton Selmanaj, pasi ky do të jetë kryetari i juaj. Është i bllokuar pra ky qytet që nga qeveria lokale qendrore, të cilat ju kanë kthyer shprindën qytetarëve dhe ka harruar brengat njerëzve të Prizrenit. Prizreni sot nuk ka asnjë projekt madhor me cilin identifikohet. Qyteti është lënë në duar të propagandës dhe jo të punës. Rinia është lënë pa perspektivë, bizneset e juaja pa mbështetje, kultura pa investime, e familjet pa asnjë shtytje. Dhe kjo është padrejtësi e madhe ndaj qytetit të madh sikurse Prizreni. LDK nuk e pranon këtë realitet,
Ne kemi vizion shumë të qartë për Prizrenin si që patë më parë. Ne kemi vizionin e qartë për një qytet që guxon të ndrojë projekte të mëdha, vizionare që transformojnë këtë qytet jo për 1 vjet, jo për 2 vjet, po për 10 vite, 20 vite, 40 vite të ardhshme. Prandaj mbështetja për LDK-n është mbështetje e qartë për vizionin e qytetit tuaj. Ne duam që qyteti juaj të ketë shkolla të reja, mësim tërditor, qerdhe të mjaftueshme sepse vetëm një qerdhe nuk i takon dinjitetit të Prizrenit. Kushte më të mira për fëmijët tonë. Ne duam që ky qytet ketë shëndetësi të fortë, spital funksional, kujdes garantuar për çdo prind e familje. Ne duam që ky qytet të ketë dhe sport zhvilluar, stadiume, fusha, aktivitete për rinin, për gjeneratën e re që të rritet e shëndetshme dhe me perspektivë në vendin e tyre. Ne duam që ky qytet jetë qendra e bizneseve të vogla të mesme, me politika mbështetëse lokale, me përkraje konkrete, me lehtësira që krijojnë vende pune dhe ndalojnë ikjen e të rinjve punëtorëve. Pra, dashur qytetar të Prizrenit, këto zgjedhje ju keni mundësi të jashtëzakonshme të bëni dallimin mes fjalëve të thata dhe punës së vërtetë, mes mashtrimit dhe ndershmërisë. Zgjedhni gjithmonë 1-1-3, zgjedhni gjithmonë LDK. Në këtë takim u tha se kjo tregon se LDK-ja po vijemi kryetar Dritan Seluhanaj. Ky është vetëm fillimi një kapitulli të ri. Të ju përkrah, Prizreni do të ecë për të çdo sfide drejt fitores që do të na bashkojë të gjithëve. Më shumë rreth programit tim dhe vizionit tim për një Prizren të barabartë, të fuqizuar dhe gjithëpërfshirës.